أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojm falen dhe ndihmën vetëm për Tij e kërkojm paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahut jemi falendërues për çdo mirësi dhe begati, atë falenderojmë veçanërisht për begatinë e udhëzimit në rrugën e drejtë, udhëzimit në Islam. Begati kjo e cila nuk matet dhe nuk ndrohet me asgjë të kësaj dunjaje, madje e tërë dunjaja është e pakët edhe e mangët për me u krahasu me këtë begati, sepse prej kësaj njeriu e fiton mirësinë më të madhe të përjetshme. Jo mirësinë më të madhe në jetë, po mirësinë më të madhe të përjetshme. Xhenetin e Allahut Azza wa Jall, aty ku pastaj njeriu ka çka t'ja ka ëndja dhe gjitha ato që ja ka ëndja i ka në dispozicion përjetësisht. Kur themi përjetësisht, do thot nuk ndodh që njeriu në atë botë të përballet me vdekje. Dhe Allahu Azza wa Jall njerëzit pra i ka kriju për këtë qëllim, që ata të jetojnë përjetësisht në xhenet ose në xhehenam. Ajo begatia e cila të ruan prej zjarrit të xhehenamit dhe të çon në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, ajo vlen atë sa vlen përjetësia pra në xhenet. E për kësaj, njeriu pastaj duhet me kuptu realitetin e kësaj mirësie që Allah Azza wa Jall ta ka dhënë në dunja, pra udhëzimin. Njeriu nuk bën të pikëllohet e as të mërzitet asnjëherë nëse i humb diçka prej dunjas. Nëse i humb çfarëdo shansi, çka do qoftë. Çfarëdo shansi, qoftë i pasurisë, qoftë i famës, qoftë i martesës dhe bukurisë ndonjë femre, qoftë i domethënë postit e kështu me radhë. Çka do që është, nëse i humb njërit, apo shëndetit, nëse i humb njërit dhe i ik, asnjëherë nuk bën besimtari muslimanit të mërzitet. Sepse çka do që është e dunjas, ajo zhduket dhe humbet së bashku me dunjan. Ndërsa muslimani mërzitet atëherë kur i humbin shansat e ahiretit. Atëherë kur i humb shansi për me fal 2 rekate sunetin e sabahut. Atëherë kur i humb shansi për me fal 2 rekate namaz të natës. Atëherë kur i humb shansi për me bëni dhikr, për me bëni tasbih, për me bëni nënshtrim ndaj Allahut fuqiplot, që atëherë duhet me u mërzit besimtari. Që atëherë kur i humb shansi për me marr pjesë në takime dhe neja të dhikrit, ku përmendet Allahu Azza wa Jall, ku përmendet feja ati dhe madhrohet ky din, përmendet dhe lavdrohet më i lavdruari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që atëherë besimtari duhet me ndje atëfar dhëmshurinë edhe dhimbjen zemër që i ka ik kjo begati. E nëse nuk din çysh ndjehet kjo dhimbje në zemër, atëherë medito pak kur të ka ik ndonjë begati e dunjas se çysh je ndjen ato momente. Kur të ka ik ndonjë shans për me korr suksese të mëdha në biznes, për me fitu pasuri të madhe, apo kur të ka ik ndonjë shans e takimit me dikon të madh, apo raste të këtilla, mendoje çysh je ndje atëherë. Edhe ndjehesh pastaj kur të humb ndonjë begati ahiretit, kur të humbin 2 rekatet namazit sabahut, apo ndonjë dhikr, apo ndonjë ders, apo ndonjë mësim e kështu me radhë. Nëse nuk jenë çato vija, nëse si ki çato ndjenja kur po të hupin begatit e ahiretit, atëherë
njeriu do të me punu me vetveten e tij me emergjencë, se imani i tij ka diçka problematike. Imani i tij ka mangësi të mëdha dhe duhet me punu që me pru veten qashtu më të dhimt, sikur qysh dhem kur të ikin begatit e dunjas, qashtu më të dhimta kur të ikin begatit e ahiretit. Madje edhe më shumë, e që kur të ik diçka e dunjas, atëherë duhet me konë sikur se u kaloj pranteje një insekt dhe as nuk e ki vrejt. Ama kur të ik diçka ahiretit, që atëherë njëri duhet mu piklu, duhet me umërzit, duhet me ndjedh dhimbje në zemrën e tij, vetëm atëherë njëri e shijon imanin, vetëm atëherë e din që në rregull është zemra e tij. Prandaj kemi nevojë në vazhdimsi që t'ja kujtojmë vetvetes tonë begatinë e udhëzimit, begatinë e kuptimit të rrugës së drejtë dhe të mundohemi në maksimum të falenderojmë Allahun Azza wa Jall për atë mirësi dhe begati. E pas kësaj vëllezër të dashur, vazhdojmë matutje me temën tonë të cilën jemi duke bisedu në këtë seri ligjëratash rreth jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmend herën e kalume kohën dhe ngjarjet se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi ynë i dashur dhe njeriu më i dashur te Allahu fuqiplot, shkoi me shokët e tij muslimanë, do thotë që ishin të bu pranë në Medinë, shkoi rrugës për në Mekë për çlirimin e madh, pra çlirimin e Mekës. Dhe kemi përmend herën e kalume se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi një befasi me islamin e axhës së vet, pra Abbasi ibn Abdul Muttalib, dhe sa u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me islamin e tij, e pastaj edhe e pranoi islamin edhe një personalitet tjetër, pra Ebu Sufjan ibn Harb, i cili erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në një farforme u bind më në fund që të bëhet musliman, edhe pse halaj kishin me të shenja të gjahiljetit. Mirë po, islami i tij ish shumë i ri edhe shumë i afërt. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pat mobilizu ushtrinë e tij që të marshojnë për atash drejt Mekës dhe kaloi afër Ebu Sufjanit edhe Abbasit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëllimisht i tha Abbasit që nale Ebu Sufjanin në filan veni, mos e la me shku, leta vëzhgoj ushtrin, leta shoh madhështin e ushtrisë muslimane. Edhe kalun aty ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej garnizoneve të ndryshme, prej fiseve që ishin rreth Medines, pastaj ensart, muhaxhirët e kështu me radhë, dhe për çdo garnizon që kaloi ke afër Ebu Sufjanit, ai vetëm se u mahnitke dhe do thot mbette goj hapur nga ajo ushtri madhështore. Këtu pra kemi përmend herën e kalume. Në mesin e atyve ushtrisë që kalonin afër Ebu Sufjanit, kur kalon ansart, banorët e Medines, mesin e tyre ishte edhe Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, edhe kur e pa prej largi Ebu Sufjanin, i bërtiti prej largit dhe i tha: ja Aba Sufjan, al-yawma yawmul malhama, al-yawma tustahallu al-Ka'ba, al-yawma adalla Allahu Quraisha. Tha: o Ebu Sufjan, tha, sot është dita e betejës së madhe, sot po bëhet
do thot po I bjen shëntria Qabës, edhe sot Allahu Azza wa Jall ka mi poshtru Kurejshit. Kur I niti këtë fjalë Ebu Sufjani e kapi do thot një farloj paniku, edhe ju drejtu Abbasit I tha ja Abbas habbadha yawmu dhimar, o Abbas mos pahiri, kjo është dita e shkatrimit. E kapi tuta që mos do thot qëllimi I ushtrisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qenë ka me shkatru Kurejsht. Dhe kur kaloi afër tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me devën e tij, Ebu Sufjani pes largit tash po I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, amarta bi qatl qaumik, o I dërguari I Allahut, tha vall paska urdhëruar që me ekzekutu dhe me e vra popullin tënd. Jo, ja ktheu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po tha nuk e nite se çka tha Sa'd ibn Ubadah. Tha çka tha ashtu Sa'd ibn Ubadah? Ai tha kështu. Ja përmendi fjalët e Sa'dit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu, tha kadhaba Sa'dun, ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. Sa'di nuk e ka thënë të vërtetën, mi po tha, kjo është dita në të cilin Allah Azza wa Jall do ta madhroj Qabën. Jo çu tha Sa'di se është dita kur do t'i bjerë shëntria Qabës, por është dita kur Allah Azza wa Jall do ta madhroj Qabën, do ta shëntroj në një formë që nuk ka qenë kur e shëntrume, edhe kjo është dita kur Qabja pra do të vishet. Do të vishet pra me petkun e tauhidit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të këtij gabimi e kësaj shkarjes që e bënë Sa'd ibn Ubadah, sepse kjo ishte një përgjithësi, Sa'di do thotë kish çka e mbante flamurin e ensarve. Pra kjo ishte një përgjithësi, edhe personi që është përgjegjës nuk guxon të bëj veprime të pakontrollume, veprime që mojnë me aqit do thot namin e keq muslimanëve. Edhe dërgoj do thot dikon te Sa'd ibn Ubadah për mja hek flamurin prej dorës tij. Mi po tash për mos mu keq kuptu se gjoja po e nënçmon Sa'dit, ja dha flamurin djalit të Sa'dit, Qais ibn Sa'd ibn Ubadah. Që mos me u keq kuptu, do thot me thon dikush mas nej, familja e Sa'dit janë familja poshtrume se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pat marr kështu flamurin Sa'dit. Ja dha djalit tij Qaisit. Mirë po, nga frika tash, në anën tjetër, nga frika e Sa'dit, që mos po bjen edhe djali I tij me në gabim, shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe I tha që mos do thot I tha që t'ja hek flamurin Qaisit dhe t'ja jap dikujt tjetër, sepse e kish frikën që mos po bën djali I tij në far gabimi. E kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori flamurin dhe ja dha Zubair ibn Awamit radhiyallahu ta'ala anhu, I cili ish pra muhajir prej banorëve të Mekës. Pasi kalun do thot gjithë ushtria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në para ngushticën ku ish Abbasi duke nejt, Abbasi ju drejtua Abu Sufjanit, tha an-najaa ila qaumik. Tha shko edhe lajmëroje popullin tënd që me shpresë që le të shpëtojnë. Kallëzojo se çka do të me bë që me shpëtu. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka paraprakisht I kish tregu Abu Sufjanit që kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është I sigurt. Kush hyn në shtëpinë e vet edhe I mbyll dyert edhe do thot I lan armët, është I sigurt. Edhe kush hyn do thot në xhaminë e Qabës është I sigurt. Kështu që Abu Sufjani do thot me vrap shkoi drejt Mekës, hyri në Mekë edhe filloi me bërtit, do thot nëpër Mekë me zot madh, ja ma'shara Quraysh, hadha Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bihi, faman dakhala dara Abi Sufjan fa huwa amin. O banor do thot o njerëz Quraysh,
Muhamedi është duke ardh, e keni afër, pra është duke ardh me një ushtri që ju s'u bëni ball. Andaj kush hyn në shtëpinë e Ebu Sufjanit ka me qenë i garantuar, ka me qenë i sigurt. Kur i nin këtë fjalë gruaja e Ebu Sufjanit, Hind bint Utbe, e cila do thot kishte një armiqësi të veçantë ndaj muslimanëve, veçanërisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak që kishin vrarë do thot babën edhe burrin edhe vllaun në betejën e Bedrit. Ju drejtu shkoi te Ebu Sufjani e kapi për mjekre edhe i tha uktulul hamita ad-dasim al-ahmas qubbiha min tali'ati qaumin. Do thot e qiti atë vënerin e vet, tha shkoni luftone edhe vritne, edhe i tha do fjalë, do thot në çmuese për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha do thot të marruar qofshin këta popull që po vinë. Atëherë Ebu Sufjani kur e pa do thot që s'është në veti gruaja vet, tha wejleki, mirë për ty, tha jaa bil haq, tha ai e ka sjell të vërtetën. Thot ka ardhur me një ushtri të madhe, andaj shuj hesht hin shpitane edhe betohem në Allah azza wa jall që nëse nuk bëhesh muslimane, vetëse kanë më ta hek kokën, kanë më të ekzekutu. Pastaj ju drejtu do thot popullit vet, njerëzve vet, tha mirë ju mos t'ju mashtrojnë fjalët e kësaj gruaje, do thot që po i flet, sepse ka raste do thot njeri kur nëse e lejon vetveten e tij burrat, nëse e lejon vetveten me ra në ndikimin e grave, shpesh çka do thot gabojnë, sepse ato mund me gjykume çka me emocione, sikurse në këtë rastin e Hindës, e cila do thot hala ish në ato emocionet e urrëties në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mllefit për çka i kish bë pejgamberi alayhi salam, edhe shpesh ndodh që gratë e tilla do thot i nxejnë burrat, edhe i kap edhe ata ajo far euforia dhe hajde po dalën me luftu, edhe shkojnë ata vriten do thot atje në fush betej, këto mesin gjalla në shtëpi, do thot vazhdojnë jetën e tyre. Andaj tha mos u mashtrohin nga fjalët e kësaj, tha sepse ai ju ka ardhur me një ushtri që s'u bëni ball, kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i garantuar. Ata i thënë Allahu të vraft, o Abu Sufjan, po çka na bën dobi shtëpia jote? Një shtëpi e vogël, ku i zënten këta njerëz. Pastaj ja vazhdoi te ato fjalë tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte thënë, tha wa man aghlaqa alayhi babahu wa kaffa yadahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Ai që i mbyll, do thot dyrët e shtëpisë, rrin mëna në shtëpi, nuk i prek armët, është i sigurt, edhe ai që hyn në xhami është i sigurt. Ashtu që njerëzit kur i dëgjojnë këtë fjalë, gjithë u shpërndajtën, do hyn në shtëpiat veta, do shkojnë në xhami, vetëm që me e pështu jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugtimin e tij, do të thotë tashmë ish afër Mekës, afër qytetit, edhe shkoi në do të thotë një far vani afër Mekës të quajtur Dhitua, aty do të thotë unal, edhe një herë e renditi ushtrinë e tij, sepse po përgatitej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka me pas luftim, ka me pas rezistencë. Atëherë renditi për zdytë do thotë ushtrinë e tij, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu e vendosi në do thotë si komandant të anës së djathtë të ushtrisë, dhe në komandë kish fisin Eslem, Sulejm, Ghifar, Muzejna, Gjuhejna, dhe e urdhëroi që me hy nga ana e poshtme e Mekës, nga një vend që quhet Kudej. Hala është domethënë mahalla në Mekë, që quhet Kudej, ka çaja on, vetë tash Meka është rrit shumë, tash do thotë që kjo pjesë llogaritet brenda qytetit. Atëherë s'ka qenë brenda qytetit, ka qenë jashtë qytetit të Mekës. Pastaj Zuberi ibn Awamit
i cili i kishte në komand të muhaxhirt, e caktoi do thot komandant të anës së majtë të ushtrisë, dhe Zubejri e mbante do thot flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e urdhëroi do thot që me hynë në Mekë nga pjesa e epërme, nga vendi i quajtur Keda. Ata nga vendi i quajtur Kudej, ata nga vendi i quajtur Keda. Dhe urdhëroi do thot që flamurin e tij, pra flamurin e muslimanëve, me e mbajt në një formë ku madhrohet edhe do të thot në një formë krenare në vendin Hajun, dhe me prit aty derisa të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa në pjesën e përparme të ushtrisë vendosi Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, do në djalin e Sa'd ibn Ubadah që përmendu pak më herët, dhe ai kishte në komand ensart e Medinës. Kurse kalorësit me kuaj i kishte lënë në komand të Ubejda ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. Pasi do thotë e rregulloi ushtrinë e tij në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtu komandantëve i tha la taqtulu illa man qatalakum. Ta mos gaboni me e vra kërkon përveç ata që ju luftojnë. Dikush që është do thotë që po fshihet, po rrin, s'po ju prek, nuk po i nguc, mos gaboni me i prek. Wa nahahum an qatl an-nisa'i was-sibyan, edhe ndaloi do thotë që me i vra gratë dhe fëmijët, si dhe la tujhizu ala jarihin wala yatba'u mudbira. Dhe ndaloi që njerëzit e plagosur me i vra, do thotë nëse dikon e plagosin gjatë luftës, atë s'ka nevojë tash më shku me ja përfundu jetën. Si dhe mos me i ndjek ata që nëse në fillim një herë do thotë ja nisin me ju luftu, tani i kap frika dhe ikin, mos gaboni me ndjek matutje. Dhe këto ishin komandat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejtuar ushtrisë së tij. Nga gjithë këta banor të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëni një përjashtim. Do thotë krejt banorët e Mekës ishin të sigurt përveç 10 personave. Edhe i numëroi do thotë me emra, ju kallëzoi ushtarëve, komandantëve të vet, 10 persona prej mushrikëve, këta nuk kanë do thotë garanci. Edhe nëse kapën për çka, për ato do thotë mbulojat e çabës. Nuk ka garanci për ta. Kush ishin këta? I pari tyre ish Ikrima ibn Abi Jahl, djali i Abu Jahlit Ikrima. Dhe këtë për shkak se do thotë Ikrima kishte tregu një armiqësi të ashpër ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, islamit dhe muslimanëve. Përgjatë gjithë kohës prej luftës Bedrit, edhe në vazhdimsi do thotë kishte tregu armiqësi të ashpër, edhe i kishte torturu vështirë do thotë musliman. I dyti ish Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, i cili në fillim ka qenë një kohë kur u bë musliman. Do thotë u bë musliman. Madje është afru aq afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë e ka marrë edhe privilegjin me shkru shpalljen. Do thotë u bë musliman, edhe ka pas privilegjin me shkru shpalljen që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama e mashtron shejtani edhe del prej dinit Allahut azza wa jall, largohet prej Medinës e shkon në Mekë e bashkangjitet kufarëve. E ky do thotë nuk kish garanci, sepse feja Allahut azza wa jall çka thot? Sikur që e ka përmendur në hadithin, men baddala dinahu faqtuluh. Ai i cili ndron fen, vriteni. E ky do thotë ish një prej personave që ka ndru fen. Tash pa marr parasysh çka ndodh me ta, a çlirojti ai fali banorët e Mekës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ky nuk ka garanci. Dënimi i tij është të ekzekutohet. Pastaj ish Miqyas ibn Subabah, i cili ky ka qenë do thotë musliman. E ka pranuar një herë islamin, mirë po në luftën
në betejën e Banu Mustalikëve, që e kena përmend, një person për ensarve ja vret vllaun e tij gabimisht. Ja vret vllaun gabimisht në luftë. Edhe për shkak që ish vrasje gabimisht, ja pagujnë, do thot atfar dijen që duhet me pagu, do thot si shkëmbim. Ja pagujnë komplet. Megjithato, ky nuk nuk nalet me aq, edhe e merr dijen, mirë po, dije arabisht i thënë, jo dija shqip ditoria, po dije i thënë asaj shumës e cila paguhet kur do si shkëmbim për vrasje të dikujt. Ky shkon do thot e vretat Ensariun, i cili ja kish vrarë vllaun, edhe me çat rrugë do thot ik prej Medinës e shkon Mekë dhe del prej Islamit. Ky nuk kish garanci. Pastaj ish Abdullah ibn Khatal. Ky ka qenë musliman. Ky në fillim është bom musliman. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishu njëherë në një mision me një ensar për me marë sadakan. Për me marë sadakan për një popullit të caktum. Dhe së bashku me vete e kishin edhe një person, një shërbëtor, pra një rob, i cili ish pashtu musliman dhe ju shërben të gjatë rrugës. Mirë po, gjatë rrugës ndodh që ai shërbëtori nuk ja përgatit ushqimin sipas kërkesës të këtij dhe ky e kap do thotë ajo far mlefi çohet e vret atë shërbëtorin i cili ishte musliman, pastaj largohet prej aty, ik dhe shkon me në Mekë dhe prej atje vazhdon me thur poezi kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë me gjujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me poezi kundështuese edhe poezi do thot sharse. Ky pra nuk kish garanci në mesin e ushtrisë muslimane. Pastaj ish El-Huwairith ibn Nuqayd, i cili do thot kish tregu një armiqësi të ashpër ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, edhe në të njëjtën formë do thot në vazhdimsi kish thirr në armiqësinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qysh me poezi. Edhe gjithë këto do më thënë çka po përmenden, mujna me bë një krahasim. Edhe zakonisht personat të këtil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tash çka kemi shpjegu, gjithë personat të këtil ju ka dhënë diku në mision që më shku me i ekzekutu. Pse? Sepse këta me fjalë kanë nxit armiqësi. Edhe fjala e këtyre ka qenë më e rëndë se sa lufta me shpatë. Sepse këta thjesht do thot me fjalë, me poezi, kanë nxit shumë armiq, në krahasim sikur të kishin shku veç vet, për shkak me shku me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i shkon një person apo. Apo tash ky kur me poezi po i nxit tjerë, tani ty po është mundësia më bën një ushtri e madhe kundra muslimanëve, veç duke i nxit. E këto krahasohen do thot me mediat sot çka bëjnë kundra islamit. Do thot mediat, propaganda që bëjnë kundra islamit. Ata nuk qohen me i luftu muslimant as me shpat, as me para, as me kurgjo. Thjesht me propagandë. Bëjnë të li qfar kronike, të li qfar emisioni, të li qfar publikimesh kundra muslimanve, e kjo është shumë më e rëndë se sa lufta e drejt për drejt. Andaj njerëzit e tillë janë më të rrezikshmit në shoqëri. Edhe shohim do thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit e tillë i ka ekzekutu për shkak se sherrri i tyre ka qenë i madh. Pastaj Habbar ibn al-Aswad, i cili kur pat emigru vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zainabia prej Mekës, kur pat dal, historinë që e kena përmend, ky duke dalë ajo prej Mekës, edhe ka qenë në gjendje do të shtatzan,
ky del do thot me janë ndërprer rrugën, edhe gjatë atynve zankave që ndodhin, ky i mshon devës së Zejnebës. Edhe bjen Zejnebja radiallahu ta'ala anha prej devës, edhe aty do thot aborton nga rënja në tokë, pra. E dëmton shtatzanin e saj, e dëmton embrionin edhe aborton në vend. Edhe këtij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka dhënë garanci. Pastaj ka qenë Hind bint Utbah, kjo gruaja e Ebu Sufjanit. Edhe kjo për shkak do thotë të armiqësisë që ka pasur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të njëjtën kohë e kemi përmendur në luftën e Uhudit, kjo shumë i ka nxit gjatë gjithë rrugës duke ardhur kufarët e Mekës për në Medinë, gjatë gjithë rrugës kjo i ka nxit që me bë masakra të rënda ndaj muslimanëve. E pastaj në luftën e Uhudit dihet do thotë kjo ka qenë ajo që ka masakru Hamzën, axhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tjetër ka qenë Sara, një robresh e cila e ka bart ka qenë Sara, Sara, një robresh e Banu Abdul Muttalibve, do thot familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila e ka bart mesazhin e Hatib ibn Abi Baltaas për me ia çu Mekasve. Do të thënë që na përmend më herët, kjo ka qenë do thot ajo far e dërguara apo e deleguara që e ka bart mesazhin. Kjo ka qenë mushrike do thot, edhe mas ngjarjes që ka ndodhur, kjo ka vazhdu ka ikë në Mekë, kështu që për shkak të kësaj tradhtie të rënd, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kursy. Dhe në 90 kanë qenë dy gra të cilat kanë qenë këngëtare të Ibn Khatal. Këngëtare të Ibn Khatal, këto që kanë bë, kanë këndu këngë në armiqësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këngët e tyre. Këtyre pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë garanci, ka thënë kudo që t'i gjini, edhe në kofshin mrena do thot ngjit për murin e Çabës, veç i ekzekutoni. Këto do më thënë ishin 10 personat që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë garanci. Pastaj me një transmetim tjetër përmenden edhe 2 persona të tjerë për gjakun e cilëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dhënë garanci, ka qenë Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma, i si pashtu ka qenë poet i famshëm, edhe ka thurë një farë poezie në sulm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, poezia quajtur Banat Suad. Për këtë pejgamberi alaihi salam nuk i ka dhënë garanci. Edhe tjetër ka qenë Wahshi ibn Harb, cili ka vrarë, do thot Hamzën radhiyallahu ta'ala anhu. Pra këtyre persona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ju kish lënë garanci, vetëm urtësia ka qenë do thot për shkak të armiqësisë së tyre dhe krimeve të rënda që kanë bën ndaj muslimanëve ndaj vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kësaj kohë kur do thot veç pejgamberi alaihi salam i shafru shumë Mekës, Kurejsh munohen me bë tentativa të fundit, mos po mojnë me nxjerr diçka, edhe i të bëjnë disa njerëz do thot të fiseve të ndryshme, e bëjnë një farë grupit njerëzve prej fisit Banu Bekr ibn al-Harith, edhe do thot fisit Hudhayl, edhe që në pjesën e fundit të Mekës ka ajo ana që quajtur, që përmendëm më herët, Kudej. I çojnë atje edhe ju thënë, do thotë të bëjnë plan, thënë që këta le të rrinë aty, le të presin ushtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ushtarët e muslimanëve, edhe le të hynë në luftë me ta. Nëse e shohim që po fitojnë, ju bashkangjitu me ana. Po nëse e shohim do thotë që po humbin, atëherë na do thotë e kemi dhënë ato çka na është kërku. Kur e dëgjon këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thirr Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, vjen Abu Huraira, pejgamberi alaihi salam i thot: "Ihtif li bil ansar wa la ya'tini illa ansari." Thirrni të gjithë ansart,
a mos të vjen kërkush përveç ansarëve. Jo dikush tjetër. Shkon e Buhurera, do të thirr me Zot madh në parushtri, i vin ansar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi ja u jep do thot një komand. Thot tarawna ila awbashi quraish wa atba'ahum uhsuduhum hasdan hatta tuwafuni bis safa. Nëse e shihni do thot grupin e kurejshve dhe ndjekësit e tënve, atëherë thot vetëm rrethojini, do thot neutralizojini dhe pritëmeni deri sa të vi, do thot une aty, do thot afër jush, që mos më ndërmarr kur gjë me i ekzekutu apo me i vra. Kështu vazhdojnë, do thot, secili garnizon, secila anë e ushtrisë që kishte caktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdojnë me lëviz rrugën e tyre, ashtu do thot në par ato anë ka i kishte caktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe asnjëna prej batalioneve nuk i bjen me has në rezistencë përveç batalionit të Khalid ibn Walidit radhiyallahu ta'ala anhu, të cilët kishin me hyrë do thot në Mekë, ka ana e poshtme. Dhe kur të vjen Khalid do thot ka ana e poshtme e Mekës për me depërtu në Mekë, e takon Safan ibn Umayyan, Ikrima ibn Abu Jahl, Suhail ibn Amr tek një kodër e quajtur Khandama. Edhe aty do thot e gjojnë që të garnizonin që me kasit veç e kishin përgadit, që përmendu pak më herët. Kështu që nuk i lejojnë me hy në Mekë. Pastaj përveç kësaj i nxjerrin në shpatat e tyre edhe ja nisin do thot me gjujt muslimanët me heshta, me shigjeta. Kur e sheh kët Khalid ibn Walid, atë detyrohet që me i luftu. Dhe ndodhin aty disa luftime të vogla derisa Khalidi do thot i vret 20 persona prej armiqve. Dhe mas kësaj do thot ata gjithë tërhiqen, Khalidi vazhdon rrugën e tij, do thot depërtimin e tij për në Mekë, derisa arrin do thot deri te dera e xhamisë. Kur i sheh do thot këtë ngjarje Abu Sufjani ibn Harbi, ja nis me bërtit, thot man aghlaqa babahu wa kaffa yadahu fa huwa amin, vërtet do thot që më ja u përkujtu me kasve edhe një herë që kush e mshel derën e shtëpisë vet, do thot hin në shtëpi e mshel dyrt, atëherë është i sigurt më u kallëzu këtënve që më vesh tash po ikin pe luftimet e Khalidit, që hynë në përshpite juja ose në xhamin e Çabës, se përndryshe kanë me ju vra. Kur e nin do thot këto fjalë, ata të gjithë ikin shpërndarë, hynë në për shtëpiat e veta edhe mbyllën dyrt. Në mesin e këtënve, mesin e që saj ushtrisë të vogël që i banë në rezistencë Khalidit radhiyallahu ta'ala anhu, ishte një person i quajtur Himas ibn Qais, pej fisit Banu Bekr. Edhe ky para se me ardhë do thot ushtria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, ja kish nis mu përgatit do thot mi marr armët e tij, ato teshat e luftës. Kur e sheh gruaja vet i thot limadha tu'iddu silahak, shaki thot pse ty përgatit kështu armët? Ai thot jam ty përgatit për Muhamedin e shokët e tij. Ai thot wallahi ma ara yaqumu li Muhammedin wa ashabihi shay. Thot pasha Allahun, thot nuk mendoj që mund mi bë ball dikush Muhamedit dhe shokëve të tij me gjithë ato ushtrit të mëdha që pas kanë ardhur. Ai ky thot pasha Allahun, unë po shpresoj që kam i bë disa pejtënve kam të i bë shërbëtor ty. Do të menja ati ja kap që ashtu na kena me dal, kena me mbrojt Mekën, kena me luftu, edhe kena me triumfu, kena me zënë në rob, kam të i pru shërbëtor më të i bë. Ama gruaja e tij në këtë rast ishte pak më e mëshme, një gratë ja qëllojnë, po. Dhe ky do thot del i bashkangjitet që sa ushtria e vogël që ka formohet kundër Khalid ibn al-Walidit, dhe i bajnë çato luftimet, edhe kur dështojnë, tash kur kthehen mbrapa do thot ty ik,
ky hyn në shtëpinë e vet, ja nis të i bërtit gruas, thotë, mshil mi dyrt të shtëpisë. Ai thot pse, thot çka u bë, ku të metën atë fjalë që i tha pak më herët. Edhe ja nis aty, do thot ja thot asaj një poezi, thot innaki law shahidti yawm al-khandamah idh farra Safwan wa farra Ikrimah. Thot sikur se ta kishe pa ditën e Khandamas, do thot që ajo far Khandama që e kodra ku zhvillu që beteja, kur iki Safwani edhe iki vet Ikrimah. Wa Abu Yazid qa'imun kal mu'tamah wastaqbalathum bis-suyuf al-muslimah. Thot me ta ish, do thot Abu Yazidi duke qëndru, do thot në mu'tamah, dhe i pritën thot me shpata muslimant. Këta dolën me luftu, ata i banën rezistencë. Yaqta'na kull sa'idin wa jumjumah darban fala yusma'u illa ghamghamah. Thot çaq pat luftime të mëdha, thot ja u preshin durët e komtë dhe kokat fluturoheshin, kish goditje që nga to u dëgjoshin vetëm klithmat e bërtimat. Lahum nahitun khalfana wa hamhama lam tantiqi fi al-lawm adna kalima. Thot ata kishin, do thot, një marsh duke na ndjek neve, e andaj thot mos fol, nuk du thot më tani asnjë fjalë që më fajson për këtë ikje. Ja tha në formë të poezisë, ja përshkrojti gjendjen e çuçi kisha pishmonit, do thot për fjalë çka i ka thonë. Këto ndodhen, do thot, këto ndodhi hala pa hyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Hala do të thënë ngjarjet po zhvilloheshin jashtë qytetit të Mekës. Edhe vjen koha e namazit të ikindis, thirret ezani i ikindis, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i të bën musliman që me fal namazin e ikindis. Pas namazit i thot kuffu silah, thot tash mos gaboni me, do thot, ulni armët. Mos gaboni me bë luftime, vetëm ulni armët. Pastaj i urdhëroi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ushtarët që ishin atje, i urdhëroi që me u tubu në vendin e quajtur Khaif. E transmeton, do thotë Abu Huraira, tregon hadith, do pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha manziluna insha Allahu idha fataha Allahu al-Khaif wa haythu taqasamu ala al-kufr. Vend takimi i jon në dasht Allahu, nëse na hap, do thot na çliron Mekën, le të jetë Khaifi, vendi ku ata u betun për kufër. Vendi ku ata u betun për kufër. E ky është, do thot, një vend ku, do thot, banorët e Mekës më herët ishin betu në kufrin e tënve, në armiqsinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për m'ia tregu, do thot, atfar madhështinë e islamit, fitoren e muslimanëve, krenarinë e muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani këtë hap, që aty ku ju jeni betu për kufër, na kena me shku me u tubu për islam, me u tubu për triumf të islamit e të muslimanëve. E kjo do të ishte një manifestim i do thot krenarisë e muslimanëve që dojke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e shfaq para banorëve të Mekës. Kur shkojnë në Mekë, do thot kur afru te Mekja, edhe pas hyrjes në Mekë, e që hala se përmenum hyrjen, mirë po pas hyrjes në Mekë tash ishin ato planet paraprake, kur u bashkuan në Khaif, ishin planet paraprake se çka do të bëhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoi në shtëpinë e vet ku ka jetuar në Mekë para se me dal prej saj, para se me e dëbu. Edhe tregon Usama ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu, thot kur u patu mafru, do thot Mekës, i pata thënë ja Rasulullah, ejne tenzilu fi darika bi Mekke, a i dërguari Allahut, ku don mu vendos? A ki me shku në shpinë tonë që ki pas ma herët në Mekë? Ama, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha, wa hal taraka aqilun
min menzil. Tha, po vallë tha, a mos na kalon Akili në shtëpi që mujna më vendosa. E Akili është vllau i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kanë qenë Akil, Talib, më i madhi Talib, Akil, pastaj Ja'far edhe Ali. Këta 4 vllazën kanë qenë të Ebu Talibit. Edhe 2 prej tyre janë bërë musliman, Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe Ja'feri, e 2 prej tyre kanë met në kufër deri në këtë ditë. Do thotë Talib edhe Akil. Edhe masi vdes Ebu Talibi, do thotë që në kohën kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, Ebu Talibin e trashëgojnë vetëm 2 djemt e mëdhaj, do thotë, Akili edhe Talibi. Pse nuk mori Aliu edhe Ja'feri kur gjë trashëgimi për Ebu Talibit, sepse Ebu Talibi do thotë vdiq në kufër. Ebu Talibi vdiq në kufër. Edhe Islami e ndalon që muslimani me trashëgu prej qafirit. Muslimani nuk lejohet me trashëgu prej atij që s'është musliman. E kështu që do thotë Aliu edhe Ja'feri të dytë meriten pa trashëgimi, kurse do thotë 2 vëllezër tjerë i morën pra gjithë trashëgimin e Ebu Talibit. E aty hyni pastaj edhe shtëpia vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh? Sepse Ebu Talibi e kish marrë do thotë gjithë pasurinë prej babës vet, se edhe pasurinë çka i kish met Abdullahut. Edhe pasurinë që i kish met Abdullahut babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa më pejgamberi veç do thotë erdhi me pejgamberinë kështu më radh, sa ish gjallë nuk trashëgoi kur gjopi babës vet, edhe pasurinë gjithë e kish marrë Ebu Talibi. E tani shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka jetu e ka trashëguar Akili. E Akili gjatë kohës sa kur ka emigruar pejgamberi në Medinë, sa kanë qëndruar këta në Medinë deri në këtë vit, do thotë i kish shit ato pasuri. Shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kish shit, kështu që pejgamberi alaihi wasallam nuk kish vend ku të kthehet në shtëpinë e tij. I pari që arriti në Khayf ish Zubair ibn Awami radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe aty do thotë ai vendosi nguli flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç e kishte urdhëruar pejgamberi alaihi salam. Para se me mri pejgamberi alaihi salam në Khayf, ai ja ngriti tendën, ja përgatiti tendën që si të vjen me pas gatshme me hyn ta. Atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ish dita 20 Ramazan e vitit të 8 pra të hijretit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyni në Mekë. Me 20 Ramazan, do thotë arabët e përshkruajnë edhe 10 ditë të mbetura të muajit Ramazan. Ka qenë 9 muaj ose 20 Ramazan. Dhe atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyn në Mekë nga pjesa e epërme e Mekës, nga vendi i quajtur Kada. Hyn pra në Mekë me garnizonin e tij gjithë të veshur, do thotë që e kanë thënë garnizoni i Gjelbër. Dhe kemi përmendur se është garnizoni i Gjelbër sepse të gjithë kanë pas do thotë rroba të luftës të hekurta. Pra kanë pas tesha të hekurta, edhe arabët shpesh do thotë ngjyrën e zezë e quajnë të Gjelbër. Për shkak se e Gjelbërta kur bëhet shumë e theksuar, pes largit doket si më kanë e zezë. Dhe hyn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë me garnizonin e tij, që ishi përbërë prej muhaxhirëve edhe ensarëve, në mëngjesin e ditës së Xuma, pra me 20 Ramazan. Me mëngjesin e ditës së Xuma, 20 Ramazan. Hyn pranë Mekë, pejgamberi alayhi salam i hipur mbi deven e tij, mbi devën e tij, e cila quhej Al-Qaswa. Kjo ka qenë e njohur devja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
edhe mbrapa tij e kishte edhe kan Usame ibn Zeidin radiallahu ta'ala anhu, dhe pejgamberi alayhis salam ish i veshur me një përkrenare që e kishte në kokë, ajo far qysh si kapele hekur, do thotë që u vendos në kokë, dhe kur hyn në Mekë, hyn me kokë ulur pra. Hyn me kokë ulur, nga për ulja dhe modestia, për me shpreh modestie dhe për ulje ndaj Allahut Azza wa Jall, për begatin e madhe që ja ka dhënë. Do thotë para 8 vjete i ka ra me e përzon pej Mekës, me dëbu pej Mekës. Tash mas 8 vjete po kthehet në Mekë me krenari edhe madhështi, po hyn në vendin e shenjtë. E kjo është një begati e madhe. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpreh falënderimin e mirënjohjen e tij ndaj Allahut fuqiplot, duke hyrë me për ulje, edhe me modesti. Sa që përmendit, do thotë që aq që mund të kokën ulur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që mjekra do thotë ja prekte shalën e devës. Ja prekte shalën e devës. Dhe duke hyrë, do thotë Mekë, e recitonte pejgamberi alayhi salam surën Fath. Edhe e dridhte zanin, do thotë me të madhe, që me e një njerëzit. Përsëriste disa herë, do thotë surën Fath, e cila Allah Azza wa Jalla ja kishte zbrit vitin e kalum si përgëzim. Jo vitin e kalum, por në kohën e Hudejbjes, si përgëzim që do thotë ju keni me çliru pra Mekën. Fath, suratul Fath i vjen surja e çlirimit. Suratul Fath i vjen surja e çlirimit. Do thotë hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë nga pjesa e epërme e Mekës, nga vendi i quajtur Keda, me madhështi, në njëjtën kohë me për ulje dhe madhrim të Allahut fuqiplot. E çka ndodh pastaj pas hyrjes së tij në Mekë dhe çfarë ngjarje zhvillohen matutje, si e shpreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madhështinë e këtij çlirimi dhe çfarë mësime marrëm për këtë çlirim të madh, inshallah do t'i përmendim këto mësime në takimin ton të ardhshëm, ku do të flasim pra për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'i përmendim se çka i bjen me përjetu çlirimin më të madh në fytyrë tokës në historitë njerëzimit. Dhe pastaj qysh e festun muslimant këtë çlirim edhe këtë madhështi. Lutim Allahun fuqiplot që na udhëzon rrugën e drejtë, na mundsoj ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa të jemi gjallë dhe të na marr shpirtin si musliman. Lutim atë na i fal mëkatet, ato që i bëjmë me dije pa dije. Lutim atë që në jetën e varrit të na furnizojë me një jetë të rehatshme dhe një harmoni të plot. Pastaj në botën tjetër, në ditën e gjykimit, na ringjall me njerëz të mirë, me shahida, me njerëz sinqert dhe me pejgamber, dhe të na ruan nga zjarri i xhenemit dhe të na fusë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.